zemër të Drenasit, vetëm disa kilometra larg qendrës së qytetit, shtrihet një nga vendbanimet më të vjetra dhe më karakteristike të kësaj ane, fshati Verbovc. I vendosur rreth 3 deri në 5 kilometra nga Drenasi, Verbovci përfaqëson një lidhje të fortë mes historisë dhe jetës moderne rurale. Ky fshat është i njohur për pozitën e tij të favorshme gjeografike dhe për traditat e ruajtura ndër breza. Sot në Verbovc jetojnë rreth 400 banor, të cilët kryesisht merren me bujqësi, blegtori dhe aktivitete të ndryshme lokale. Edhe pse një fshat relativisht i vogël, ai ruan një jetë të gjallë komunitare dhe një identitet të fortë kulturor. Historiku i Verbovcit daton shumë herët. Ai konsiderohet si një vendbanim i vjetër me rrënjë që shtrihen në periudha të hershme historike. Gjatë shekujve, ky fshat ka qenë dëshmitar i zhvillimeve të shumta, duke ruajtur gjithmonë frymën e qëndrueshmërisë dhe lidhje me tokën dhe adheun. Sot Verbovci mbetet një shembull i qartë i jetës tradicionale kosovare, ku mikpritja, puna dhe respekti për trashëgimin janë ende vlera themelore. Përshëndetje shumë e veçantë dhe prej zemre për gjithë juve shikues të dashur të emisionit Në Votër, që për disa prej juve tashmë vetëse jam familiarizuar sa i përket tematikës së emisionit tim dhe rrugtimit që e bëj për çdo javë në fshatra të vendit tonë. Një kënaqësi shumë e madhe, e kam thënë gjithmonë dhe do ta potencoj, që kam rastin edhe mundësinë me u thu nëpër historitë e fshatrave të Kosovës. Fshatra këto të cilat e bartin mbi vete po ashtu një histori edhe para luftës, edhe gjatë luftës, që është periudha më e dhimbshme e deri në ditët e sotme ku edhe po jetojmë. Sot, në fakt, kudo që shkoj nëpër Kosovë, sigurisht që më bëhet zemra mal që është punuar, është zhvilluar, por që kur jam në Drenic, ndoshta jam pak lokalist edhe ndina edhe pak më shumë krenar. Sepse jam i këtij vendi, sigurisht. Sot ja kam sy fshatit Verbovc. Një fshat që e një moti, një njerëz qysh moti prej këtij fshati, e gjitha çfarë di për fshatin Verbovc, që është më njëherë pas daljes së Drenasit, Trsteniku, ose tashmë me emrin e ri Qendresa dhe më njëherë vije Verbovci. Banor që sigurisht për gjatë viteve, gurbeti i ka marrë të rritë e këtij fshati, sikur në secilin vend tjetër. Ky fenomen që tashmë veç po shkon të ushtu, nuk është diçka shumë e çuditshme që mundi me u çudit, sepse fatkeqësisht vetëse po ndodh. 300 deri në 600 banor kryesisht e kanë karakterizuar Verbovcin, por di që është një tokë shumë pjellore, njerëz punëtor dhe njerëz që janë të fjalës dhe të besës, për atë sa kam unë njohuri. Për gjitha këto, çfarë bën banorët, me çka merren, ku janë sot, e pse braktisën fshatin, duke pasur parasysh që rrjetin elektrik, rrugët e asfaltuara, diçka bazike për jetë ata vetë se kanë, kështu që sot uroj dhe shpresoj që në këtë ditë, sot ditë me vranësira në këtë ditë pranvere, për dallim për herave të tjera, kam me taku njerëz dhe banorë nga fshati Verbovc që më tregojnë për vendbanimin e tyre. Në fakt, edhe që kur përmend emri Verbovc dhe ky fshat si vendbanim. Qëndroni me mu edhe me pamjet e dinit në këtë premte, në këtë ditë bajrami, në fakt i bjen me u transmetu, e që unë pa uroj të gjithë besimtarëve musliman këtë ditë po ashtë të bekuar, pasi që e lam pas një muaj të bekuar si muaj shajt i Ramazanit. Qëndroni me mu, edhe si që thash me pamjet e dinit në fshatin Verbovc të komunës së Drenasit.
lodh. S'po doj pi punës si shalla. Veç më të veç shkur diçka. Kush? Hanedan jeni konës digjo. Tu nga tjeta, qërshi, a i buri fort, a i mirë, përshëndetje, si i? Emrin Valdet, nuk e di që shumë njeti. Artist. Jo më për artisti. Serialit. Ti i? Se ti po më një mune të ju. Po, unë jam Ismail Prokshi, nga fshati Verbas. A je të gjeru? Po. Në lojë. E po të do të më të regu, që je të gjeru. Ismail Prokshi nga fshati Verbas. Mirë se i kena gjithë. Tash pensioner, nëse teknik i lartë, në që ke u kam pënu, tash pensioner, mirë nga me bashkë që me bëjtësi ka pak. Ka njës me lërzu tash edhe... Po, është pranvere hershme, po frigohëm as përna i prish pëmt. E që tu. Prilli din me befasu ka njëherë? Din shumë, ma këtë se morsi. E më the, nuk e dija e ka gjeru këtë pjesë kur the, kur e bona prezentimin e Verbovcit, i përmena vish dësane, di për njerëzit, kështu në historinë si njerëzimit ju, si banor, si fshati, keni qenë solidar, keni qenë gjithmonë punëtor, po historinë më thellësisht, punëtor, shkollur, në ato janë trej, ato i di gjithkush. Po, do histori ma të vjetra, fshati Verbovc është një ndër fshatrat ma të vjetra, thuja në rajan. Është më vjetër se Polluze këtu në rrëthin. Fshati Verbovc ka një histori shumë të lashtë. Ka qenë kisha, ka qenë kalaja e Verbovcit. Për emër janë disa varianta, dikush thotë se nga një i Verber. Ka qenë në kohën Iliro Romoke, ka qenë qytez. Ka lagja e glareve, ka hashtë gjamia, ka egzistu rruga e Shtrunën Kaldram, 2 ondë kanë qenë Dugoj. Hala mas asoj kodres atje, hala egzistojnë ravinat ku kanë zerë Feronikel, kanë shkri, kanë maru gjezve, kanë maru kusia, saqa e krejt prej Feroniklit. Jenë konë disa Dugoj ato. U konë rruga Verbovc ka pishat ato, Glanasel, ka guri plakës Prishtin, Novëbërt, tregtarët që e kanë pas rrugën, të bo tregti, kanë nërë në Verbovc, kanë marë, kanë pru dishka, kanë marë si... Po, tregtia që tu i ka? E po, deri në Shkoder. Kur po i thu, ti po besej me vitet që ki nuk e ke zonë që të njërën e jetës, se ka shumë vite për para. Jo, kam dëgju për i babe, për i babgjyshi, për... Amo baba e te ka përjetu atë ku? Po, sigur, jo, as baba, që ato Dugojve, jo, as baba. Që? Jo, ajo shumë e vjetër ka qenë. Do, ka shumë e vjetër. Do më thonë ajo, kur ka egzistu kalaja, tash kalat, dihet roli i kalave, ka qenë, kalaja Verbovcit ka pas lidhje me kalane Krejkovës. Kalaja Krejkovës me atjet të Milanoves që shi thujnë tash ati fshatit. Okej. Do një strategjike kanë qenë përtume. Strategjike. Kalaja jonë me Dubovcit. Që? Lidhjen e Dubovcit me kalan e Mitrovicës, ku është ajo simboli Trepqes. Kalat kanë pas rol të madhë. Për shembull tash atje në Tema Lisheva, kur ka orë plesi kanë thonë një rëfije, një ushtri, një të vrat, të gri, të pre, kanë që 3 herë zjarin për pjetë, rrezik. Kalaja Krejkovës tonës, e jo një Dubovcit jenë morë vesh krejt. Tash banor ka pas pak. Edhe kalaja është ndërtu për krejt që ta banor. A këtë që ato e kanë jetu? Po, edhe jenë hinë fortifikat në kalaja gurit 2 metra gjanë, jenë mbrojt, s'ka pas mjete që i rëzën kalan atëherë, edhe kanë kalu ata, s'kanë mujtë me bo kur gjë, si ka kalu. A i farë aksioni, pa dhe qëfar mileti ka qenë, jenë këthy prapë, kanë punu. Kur Verbovci nuk ka qenë i begut, si kur fshatra tjera, për shambull Polluze këtu, shtërse u kone begut me qipqi. Shala ka qenë vendase, shalte Verbovcit. Po. Atje ja. Ka dhe shalë Verbovci, ja? Jo, ka shumë fise tash. Ama shala ka qenë vendas edhe ka qenë katolik. Kishën e kanë pas ndërtume. Edhe për kishë, a ka metë sot ma i gur themeli ti ose diçka? është gur themeli në lom të bejtes.
babës doktor bashkimit, bashkim Llareves, urologut. Me shku të baba i tij, ja u tregon ka ka pas themelin kisha, sot e ka. E ka bo lama i për shime për bash mi kish. Po, shvëtëzën të shtokën e ti. Tash ka arë një posh në Vrbës, janë 100 hektar livadat janë rrafsh, s'dija, e keni pa livadat e Vrbës, si që thonë. Më njëherë mas kësaj këtu. Ma soj lëdinët që keni, Po, shkojmë tash. ma saj nuk shkon rruga, veç kur shkoni të shkollat e përmendore, dohen livadat këtë. Ka arë një posh, edhe i ka ngrej qadrat me ushtri. Një hoq, tash që janë kastrat ato, që kanë gjamin që 530 vjetë, ka ardhë, ka ble prej shales ato livadhe, toke, ato, edhe shkon të aj pasha ja falë një kali, si dhurat, se aj musliman, a fshati jonë hala katalik. Edhe thot, çka dënë ti për shpërblim që ma falë e këtë kali ka shtë mirë. Thot, kishën du mu marzu, mu ma maru gjamin, edhe unë e këta ka dal kreti këthej në musliman. Edhe ashtu ka vepru, qatë natë kanë ikë murgo, murgeshat, i kanë mshef do sene, do i kanë marë për Rumani edhe kanë shku në Ukrajinë. Sot ka shqiptarë të Vrbovcit në fshatrat e Ukrajinës në Rusi. Çka po thumë? Pe Vrbovcit njerëzit kur kanë shku me punu në dikun në vitet 50-60, mes një firme të Beogradit atëherë kanë taku disa murgesha plaka ka 90 vjetë, ka hene Kosovë, ka Kosovë Dreniz, ka Dreniz Vrbos. 20 vjetë atë kom shërby në kishën e Vrbovcit si murgesh, plaka. Ullu në parë, ka men zjecke me syza, me kryli. Dhe me thonë, halaj shkon gjallë që e kanë taku. Njerëz të Vrbovcit. Për besaru që të pjesë, kur the ka ardhë posha, Po. a ka pos naj konflikt me sfeve, apo... Jo. Se me një farfur me tjetë citove, pas ka thonë, lemi mund ndërto ma gjamiun ka me i këthy këta. Ku edhe i ka këthy. Pa i ka këthy me zërë, apo jënë detyrua fysh? Tash dihet që pejzori, kërkush me qef, tash na jem musliman. Po. Nashta për qef me na rogë zori duhet me ndru. Atëherë pak me bindje, pak me kamgji. Për shembull, këtë dashti me dalë sot në Drenas. Po. Gjanara që e në kona ta të mretit, të ka nalë në rrut, ka thonë shahadetin, nuk e din 10 kamgjia. Kamgjijat kanë qenë me pluma. Ku ta ka hit, ka bo varë. Edhe me thonë, tash të jarë të unë, mësë më për shahadetin, se du me dalë dhe në sheher, se mas për më rejhin gjanartë. Dhe me thonë, me një mënyrë, me zëri kanë këthy, do me bindje, do me zërë, qashtu ka shku puna. Nëse flasim sot për Vrbovcin, ka funi se e di që i mboshë, s'po du më ta marrë Jo, kohën. më, Po nëse flasim sot për juve, ti the këtu gjeneratat e reja, din atash, jeni ka pak punëtor, po Po. qysh pejni, le të them një qytetëse që u zhvillu shumë mirë, shumë vite përpara. Qysh është sot Vrbovci? Sot Vrbovci një fshat kodrinë malor, jo, nuk ka rafsh, tash s'mujnë më Ja dhe rafsh nuk është. Jo. Mirë po, në qysh për vite 60, ju kanë rrugë shumë shkollës, ka doktora, profesora, doktora shkenca, fatke që është dyve që kanë vdek me Turkishi, doktori shkenca të gjuhës, Islam Dobra, doktor i historisë, shkrimtar, gazetar të pa fund. Do me thonë, shumë ju kanë rrugë shkollimit, një ndër mësuesit e para, janë dalë të fshatit tonë këtu, të rrugëgjve të parat, një qike agje sot është profesorish në Prishtinë. E kështu më radhë fshat i qetë, fshat pa konflikte, fshat janë, nuk ka fshat i madhë, po konflikte, do me thonë krejt, këtë prej mas luftës, do me thonë prej 45-ës, 2 vrasje kanë ndodhë, fshatin tonë, mes veti bashkë fshatarë. Edhe ato krejt, jo qëllimisht, po kështu që thojnë, ples hatahile, rastësisht, ta krak. Do në kur konflikte me zvete? Jo, as konflikte, as dishkat ngarkum, qojmë mirë, enëm, dek, drejt, Mërgjimtara keni heqa?
ka kohën e fundit. Nuk e na pas shumë, do me thonë, në kanë kretë ka 2-3 vetë, me thonë, lagje në për Ljubljana, Gjermani. Po, vitet e fundit, këtu të mas luftës, është katastrofë. Katastrofë. Ndalë enë, ata shpëndzioner, kam ku, mërë me menë, ka 2 orë, shkoj dejtë rukisht, kam, ka gjamia, ka glarevt, vështë bëj levizje, shëtitje, nuk e zatet një njëri me boni laf me to. Me boni laf, me ullë, me bisedu, me diçka. Shumë kanë ndru, unë që ditë që kanë ndru të ka shumë. Ma e keqes është mërgimi, që kjo është zbrazja e fshatra, është katastrofë e madhe. A ke provu në herë ti me shkovish për qef? Jo, se kom provu, për qef po, kam qenë turist, Zvicër, Gjermani. Për qef po, kam qenë. Ma shumë se 34 kishe mujt me ne. Ku? Jashtë. Java me të zo është tepër. Po, a ndrohet me këtë tokë, Mari, është i po ndrohet me vend tonë. Jem shumë i... A ka me vend tonë, me mëdhej quhet toka, këm karan koka. Ma herët e lexum t'i këtë. Atë ku me njeh dhe guri thatë, ku kom qesh, ku kom qarë. Jem shumë i lumë të më shifolla me ty. Me shpres, kam dëshirë edhe të vdes këtu. Jo, t'i kom tjepe. Fëmija, ki familja jo të... Full. 4 fëmij, nipa, mesa. Ka ke bo gjëshe, ka ke... Gjësh, sa dush. Falemderit shumë, e shumë respekt i sholla kish netën. Artist, falemderit për shotin Verbos, ka me full... Vetë Sahina, me ty e Nisa Amor, ta shune... Me orë të tëra. Të këshyrë, qef kam. Shumë fshat i vjetër është, me të vërtet. Respekt. Po thotë u krye misionin asa ja nesëm. Në fakt e nesëm shumë orë në Verbovc me zotrin nga lagja Prokshi, e që na tregoj shumë qka në fakt. Na tregoj që Verbovci daton qysh mëti. Edhe tash jemi vetëm në fillim të këtij fshati, e po shkojmë, po i hym pak më në zemër edhe mbas e takojmë edhe persona të tjerë. Kështu kam qef në fakt që ndoshta ka gojdhëna që fliten, po është dikush që e din historinë, edhe Verbovci njëri ndër fshatrat më të vjetër të kësaj jone, le të themi, të komunës së Drenasit, meqense pas ka qenë më herët edhe si mini qytet ose qytet, le të themi, ku të parët kanë bërë tregti këgja mirë. Kështu që po dhe shumë u kënaqur duke qenë në Verbovc, e po vazhdojmë, vetëm pas pak takohemi sepse po i hym në zemër të fshatit. Ky fshati shumë të qetë nga njerëzit, po shumë punëtore, inshallah i gjejmë të punu diçka. Shihemi vetëm pas pak. Komanda Batalioni 2 me kompanin 1 gjatë viteve 1998 dhe 99 nga OVL UÇK në Drenas, që nga kjo pllakë e cila po duket që është vendosur rishtazi viteve të fundit në këtë vend. Në një lagje tjetër ku është rrethuar me pisha dhe me një natyrë shumë të pastër, është interesante që nuk takojmë njerëz, siç na tha dhe zotëria atje i pari, që dal eci, nuk takojmë njerëz të cilët janë në oborë, janë duke punuar e shumë çka tjetër, po gjithsesi ne jemi këtu për të provuar sot, edhe me taku edhe ndonjërin prej tyre, mandej kemi me dal pak edhe tek lagja Rokiqi që është në pjesën anë mbrapa. Gjithsesi kënej ka shku pranvera, mundesh me kalu ndëru, mundesh me kalu. Se po i bllokojmë edhe disa nga banorët edhe nuk po dojmë, edhe dikush nuk do me folë pra kamerët. Po, dini po thot me jesë me hadal.
Okej, po pa tjetër. Po ndërkohë që mundesh me ilon edhe me pamje din, me ezma ka dola. Dëshmorët e Fortesës është emri i shkollës fillore në këtë fshat ose më mirë të themi i Verbovcit, për vetë faktin që edhe ata të cilët kujtohen gjithmonë dëshmorët e këtij fshati të Verbovcit tashmë me emrin e ri Fortesës, kujtohen pikërisht në rrethojat e oborrit të shkollës. Shkollë kjo që ka një numër të madh të konsiderueshëm të nxënësve, por fatkeqësisht nuk e ka marrë një leje që në komunën e Drenasit duhet që të merret leje nga DKA-ja për ta ditur saktësisht numrin e nxënësve dhe ambientet e shkollës brenda ose edhe jashtë. Kështu që derisa të marr një përgjigje sa përket kësaj leje, pastaj ju tregoj edhe son nxënësi ka shkolla e fshatit Verbovc shkollë. Kjo që një herët ka funksionuar deri vën në kuadër të shkollës së Terstenikut ose fshatit Qendres, e që tashmë është ndarë dhe gjatë ditës së sotme pritet që të përorohen ose të vinë për vizitë edhe nga Ministria e Arsimit që të shihen edhe objekti i ri i kësaj shkolle. Me rëndësi, shkolla e Verbovcit i ka tashmë objektin e tij e që mundet me u zhvillu procesi mësimor. Tashmë jemi tek në qendër të fshatit, le të themi, ku edhe kujtohen dëshmorët e këtij fshati, sikur çdo fshat që ka dëshmorë dhe njerëz të cilët kanë dhënë gjithçka për liri dhe pavarësi. Përndryshe ISP Broadcast është ai që mundson udhëtimin ton në për secilin fshat. Nuk e di a mundemi me hy, po në qoftë se mundemi, janë edhe emrat e atyre që janë të paraqitur përmes kësaj pllake përkujtimore. Nuk e di a mundemi. Okej, po dini mundemi. Shkojmë. Sikur se cili monument që tashmë është bërë në kuadër të agjencive për menaxhimin e monumenteve dhe komplekseve memoriale, prap nuk e di a mundu me pas leje që me gjeru në këtë pjesë, por qëndrojnë të gjithë këta emrat që janë nga fshati Verbovc, e që kemi mbi emër Kastrati, Gashi, Glareva, Prokshi, Tiku, Zhushi, Istogu, e Bardiqi e shumë të tjerë. Lavdi të rënëve në Fortesë ose Verbovc gjatë ofenzivës së vitit 1998 dhe 99, plot 28 vite brenda këtij viti po bën. Të rënët janë vetë liria jonë. E ata kujtohen në mesin e flamurit të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës dhe atë të Kosovës me 6 yje. Po vazhdojmë në pjesë tjera të fshatit Verbovc, një fshat me histori, por edhe me njerëz që kanë shumë me tregu. Vetë a pranojnë për me folë se kanë shumë me tregu realisht. Pak pamje shimi pas pak. Me ndërkohë është pjesa më e bukur e fshatit Fortesë ose Verbovc, kjo pjesa e livadëve të cilat janë shumë hektar e të cilat punohen realisht prej banorëve të Verbovcit të gjitha, e që janë duke u lavruar tashmë të gjitha tokat, edhe kjo gjë është një gjë fantastike në fakt, një gjë. Nuk e dia, kam informacion
të sakta po jo, për në Verbovc është një burimi i ujit me gaz, ose ujit mineral, ose, që është e njohim na, ujit të thartë, për që ndodhet në pjesën e lagjës Rukiqi, po mos qofsha gabim, shkojmë tash, edhe e konfirmojmë vetëm pata të shirë, mi ju sjell pak edhe pak pomje prej kësaj ane, kësaj lagje të fshatit Verbovc, vazhdojmë vetëm edhe pak, një njeri përshë shumë largë, po ku me më rri diri të kaj atje, po gjithsesi i çmoj shumë njerëzit që janë punëtor, edhe që e dojnë tokën e tyre nuk e lanë me shku bash batall, që thojnë, kështu krejte. Përdryshe gjithë banorët e Verbovcit po i përshëndes nga kjo pikë që nuk janë këtu, e shumë kisha dashur me bisedu me ta, edhe me ndonë ndonjë gjë për fshatin e tyne Verbovc. Po e shohim një fakt që ka nis me lulzu pranvera hoptas këtu, edhe të shohim se qa mund të me po nga kjo pjesë kësaj lagje në Verbovc. Asa mirë. Dini ju sjell pomje nga largë, unë për ju pres për shvija i pak qëtë natyrë që ka lulzu pranvera. Naldi. Në Verbovc janë kryer shumë shërbime gjatë luftës kryesisht, edhe shërbimet që i kanë ndihmu shtrisë shqiptare të Kosovës. Njëra prej tyre ka qenë edhe ambulancë ushtarake UÇK-s gjatë viteve 98 dhe 99, për sot shërbejnë vetëm ndoshta guret edhe themelet, sepse nuk ekziston si e tillë, ose ka mujt me qenë edhe ndonjë shtëpi që sot është renovuar nga pronarët, por që Verbovci shumë e saktë që ka dhonë njerëz të dijes edhe të pushkës, i ka gërshëtu të dyja, e që sot disa i keme e disa fatkeqësisht nuk janë në këtë botë, ne shkaku i tyre në anën pozitive ne e gëzojmë edhe vetë lirin. Pas pak jemi të shku tek lagja Rukiqi, vetëm po du që m'ja u tregu edhe juve që do shta nuk e keni po, për juve që jeni të Verbovc të dini, po sa me vlerë janë këtu fshatra, këtu dhe mbanimet që i ka kryesisht Drenica dhe jo vetëm. Pak po me shimi. Nështë ta s'pish punë e Gjerova qëtë ambulancën a u konë e pronës juve të kësë juva qysh? Që këtë... Në që o këtë në dhe veç ata janë dorë në drenasë. Apo, a u konë shpia ata që kam në veç ta gurët e mejlet që ngo? Okej, qysh jeti? Apo lodhesh? Qysh po e të puna? Më lodhë më plak? Këtë farë Verbovci? Aj, ciganë. Jam qështu, po se po gjojnë njerëz më full për këtë fshat Verbovc. Unë nuk e di ku jeni o vëllo. Unë me të drejtën pushim jam, që një javë të të marrë pak po punoj shty. A je, na i ka, ju të punu hala? Gjermani po, A, mërgjimtar je, që. E i Verbovcit? e rëkës me Verbovci. Apo, a? Kur je dal jashtë? E do 87 që ka 30 vjetë. Nja dy fjallë mi thonë për Verbovc mën. Respekt. Respekt. Sot mund është... Kërkoj falje, Ja, ta man puna. po e gjatë, ama vervesh na jena dalë pak për... Jeni dalë për rjedhave, vërtet. Respekt për ty. Faleminderit shumë. Miru pafshim.
Ajet Rukiqi, i mbetur dëshmor në vitin 1999 dhe i lindur në vitin 1940, është një dëshmor i kombit që vjen pikërisht nga Vrbovci, ose edhe nga lagja Rukiqi ku jemi në këto momente këtu. Lavdi gjithë dëshmorve që dhanë gjithçka pa kursyer fare që me jetu në këtë liri dhe pavarësi në ditët e sotme. Jam me një shtëpi që po ashtu është bazë e ushtrisë shqiptare të Kosovës. E di një histori, mos qofsha gabim, banorët nuk i kam këtu. I kam takuar shumë më parë, por po e marr dinin me vete edhe për ju tregoj diçka. Shtëpi bazë e njësiteve ilegale të ushtrisë qeverimtare gjatë luftës ose gjatë viteve 1997 dhe 98. Pllak e vendosur nga OVL-UQK në Drenas, për ndryshe është shtëpia e Taf Rukiqit dhe e zonjës Mina Rukiqi. Uroj dhe shpresoj që nuk ka me engatru emrin, po ju marr me veti sepse në këto barë ata vinë gjatë verës, po unë e di që këta shojnë këtë emision nuk kanë më bërtit, se kam qenë edhe më heret edhe më kanë bon si kur djallë tyne. Nuk e di a është kjesht po pikërisht këtu. Zonja Mina Rukiqi, një zonjë e vërtet, një zonjë heroin, që gjatë luftës në fakt ka shërbyer buk për ushtarët e ushtrisë qeverimtare të Kosovës. Më saktësisht, në këtë shtëpi që është brapa meje ka qëndru Hashim Thoçi Kadri Veseli dhe të tjerët, që mos gabo me e thonë ndonjë emër, por e ditë si informacion që kje ka qenë sakt. Po i hy vetëm pak në bërë nuk mundën me qenë këtu. S'po më isha me hapa, përshë? Nështë ta mundën me shku deri tek bashkja e zotit Taf, nuk mundën. Vetëm po du ju tregu, edhe pse ata me modesti gjithmonë nuk flasin, po zoti Taf ma bëj halal që dëna me ty deri në shtëpi, edhe me tregu për sakrificën e kësaj shtëpie. Eja, mrena sigurisht. Dhe thot, në këtë shtëpi, në muajt gusht dhe shtator të vitit 1998, ka qëndruar shtabi i përgjithshëm i ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Verbovc, 30 prill 2017 është vendosur edhe pllaka. Pjesa poshtë e kësaj shtëpie është ku zonja Mina, bashkëshortja e zotit Taf, ka gatuar për ushtrisën qeverimtare të Kosovës pa u ndalur. Ka gatuar buk, ka gatuar pite, e gjithçka tjetër që me i ushqy ata për një kohë shumë të gjatë, realisht. Fatkeqësi për unë që familja nuk janë këtu për me tregu, sepse rrëfimi i kësaj zonje është po aq i dhimbshëm, po aq sa të shtin me u bë krenar. Edhe kjo familje në fakt e zotit Taf Rukiqi, nuk e di pse, po unë e di që gjatë verës këtë e punojnë tokën e fatkeqësisht nuk po shoh, sepse kanë qenë diçka me shëndet lig, po uroj që me qenë me shëndet mirë edhe me jetu edhe shumë gjatë, sepse janë njerëz shumë fantastik. Përdyshë kjo është edhe shtëpia që aktualisht është e mbyllur dhe e pabanuar në Verbovc, familja e zotit Taf Rukiqi.
Pe kam shumë vështirë kur nuk po takoj njerëz dhe sidomos ata që nuk po duhen me u prononcu para kamere, po gjithsesi po mundohem që me e përtheku vetë, që thot një fjalë. Komuna e Drenosit për Verbovcin kam përshtypjen që ka bërë mjaftueshëm sa i përket investimeve, sepse deri në këtë pikë ku jo më do të thotë që është totalisht e pabanuar, edhe kur rrjedh edhe ky lëm po i themi e shohim një infrastrukturë jashtëzakonisht të madhe edhe të mirë, le të themi. Përndryshe banorët e Verbovcit janë shumë të pastër me përborët e tyre për fshatin e tyre që me mbajt një farë rregulli sa i përket mbeturinave. E jo sikur në kryeqytet që tashmë kemi po që është bën një katrahur prej tyre. Kryetari i fshatit është edhe kryetari i fshatit Shtutit që pason menjëherë pas Verbovcit, sigurisht mbas është vendosur dy fshatra jo edhe shumë të mëdha, por që me i përfshi të dy fshat. Kisha dashur me e taku, me bisedu edhe më shumë sa i përket investimeve që komuna e Drenosit i ka bërë, po me qenë se nuk e kemi këtu, ose nuk mundim me e taku, fatkeqësia është e jona, por gjithsesi, sa herë që nuk kam njerëz, kam dëshirë me i dhënë pamje të fshatrave X të caktuar që unë jam aty, kështu që në këtë moment e ka fillu pak me u bo ftëft, është e çuditshme në pranverë me u bo ftëft, po na po ju sjellim pamjen nga kjo rrjedhje e ujit që nuk është më pastra në botë, por gjithsesi nga ky vend që është Kodreno Malor, Verbovci i Drenosit. Vish puna natyrës kështu. Qyshi? Aje mirë, aje zollë, qyshi, aje s'nësh. Aje buri fort. Tu ata janë, po? A po le udhësh? E pse po thu mu mësëm qetë? S'ka marrë me donë kamerë. Për në me a? Kom zon valit. Ja kom zon. Ja kom zon valit. Ne. Këshira është mirë atje. Këshira kamera është mirë atje. Nale? Kjo është lë që ka jemë, që? Për ndryshe këta ankecat edhe delet e një zotërije nga Verbovci, që i ruan ata dhe i ka më shumë se 100 sopër, realisht nuk pranej me u prononcu për neve, po që ja shten bukurin fushës edhe natyres në këtë vend. Për ndryshe jam në lagjen dobra në këto momente. O gjemla vogël, shpirej zemra sa fërt. Bek i vogël. Bek. Ky është Bek edhe në pjalon emrin Dini. Çka me thonë? Këta banorë nuk pranojnë edhe shumë me u prononcu. Unë e kuptoj. Pas ka flej. Kafe i kingjë. Apo shkan atje? Hajnë shojna. Hajnë shpjetë, çka? Çka? Që atje e zamër ku kime shku? Po tu të da. Shka zamër, gëtë. Që atje? Shka atje zamër, hajtë. Gëtë. Hajtë shpjetë, gëtë. O zamër atu kënosti. Shka? U mësu me neve tash.
Lele tanë. Isha të thonë? Banorët nuk flasin shumë, sepse edhe nuk dojnë me o ekspozu para kamere, për gjithsesi janë shumë njerëz punëtor edhe dashur. Unë po du me i përshëndet të gjithë banorët e Verbovcit, të cilët janë këto, janë jashtë vendit, po që e dojnë shumë atë dhejon e tyne. Unë jam shumë i lumtur sot që pata rastin edhe fatin me u taku me disa për tyre mbrapa kamere, me disa për tyre dhe fola paksa. Unë i uroj shëndet edhe dashni me njëri tjetrin me pasë, uroj që paqe edhe begati me pasë për familjet e juaja, me qenë se vetë sa na përfshin këto festat e fundit që i kemi, po du mi u lënë takim për javën tjetër. O sa i mirë. Në ka orë të kamera, që nuk po në le me krye emisionin, se u dashuru neve. Deri në takimin tonë të radhës, që është të premte në radhës, për ju le me një pomje të bukur nga ky keci i Verbovcit, që është në këtë momente, edhe inshallah shkon te turma e tij. Miro pafshim, ju do fërë.